Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, është kënaqësi që kam autorin e një Skënderbeu tashmë jo të gjallë, po që jeton i gjallë në mendjen dhe zemrat e shqiptarëve që janë në mal të zi, zotin Adrian Pepaj. Zoti Adrian, sot ishte një promovim i dyfisht, do të thosha, i veprës suaj e cila është promovuar me e vendosur aty në Tuzë, por edhe e mikut tuaj, fotografit të shquar Vlasov Sulej, i cili ka sjellë me librin e tij epos detajet të krijimtarisë suaj, detajet e krijimit të një vepre artistike, siç është një skulpturë monumentale që edhe Odise Paskali do ta kishte zili, do thosha. Absolutisht po. Ju faleminderit dhe mirë si u gjetëm këtu në Michigan. Ajo puna e Vlasovit është një punë jashtëzakonshme, pra nuk është thjesht një fotografi, janë emocionet jashtëzakonshme të një procesi shumë të sakrifikuar pra për të arritur në atë fazën e përfundimit të saj atij monumenti. Vlasovi ka ndjekur hap pas hapi, duke filluar nga gozhda e parë që kemi ngulur për atë konstruktin fillestar pra për fillimin e monumentit. Në faktikisht nuk e kishim menduar, domthonë të bëhej kaq e madhe, domthonë gjithmonë përkushtimi i tij vinte ditë pas dite, nganjëherë më thoshte ndalo, më prit që të kap atë fragmentet që të bëhet edhe më domethënës, po jo thjesht dokument, domthonë ai ka ndjekur hap pas hapi ato ndjesitë e skulptorit, e procesit, sepse ne ishim dy bashkëautor me mikun tim Dilber Neziri, domthonë na ka ndjekur hap pas hapi, mënyrën se si ne kemi për procesin dhe finalizimin pra dhe kësaj vepre. Është një vepër ekuestre quhet. Ekuestre. Pra, quhet ekuestër pasi është Skënderbeu në kal. Figura e Skënderbeut në kal ekziston në skulpturat që janë vendosur në Shqipëri, në Krye, Tiranë e në disa vende të tjera. Cili është detaj ndryshe nga këto skulptura? Të them drejtën, ka qenë një përgjegjësi shumë e madhe pra ngritja e monumentit dhe përgjegjësia tjetër ka qenë që të largohem nga standardi ose nga skulptura e Odise Paskalit e Janaq Paqos, domethënë mos kishte ngjashmërinë e tyre, dhe unë mendoj se ja kam arritur atë moment, kam arritur dhe mënyrën se si ai pozicionohet pra Skënderbeu, diçka shumë ndryshe dhe shumë unikale. Megjithatë ka pasur disa mendime pse shpata është drejt, pse shpata. Cili është opinioni juaj? Ka domethënie ajo shpata, domethënë ajo është gjithëpërfshirëse. Domethënë Skënderbeu kur hidhej në luftë ai përfshinte gjithçka, domethënë gjithë horizontin. Edhe titulli i saj është Gërvishtja e horizontit. Pra domethënë ai përfshin gjithë ushtrinë, ai nuk merret me një person, po merret me gjithë ushtrinë, me gjithë poshtuesin. Duke u kthyer te bashkëpunimi me Vlasovin, ishte ideja e Vlasovit kjo? Në faktikisht ka qenë e rastishme, momenti kur kam filluar, Vlasovi e ka menduar si projekt dhe arritëm këtu ku jemi. Domethënë ka qenë insistimi, puna e palodhur e Vlasovit, sepse ka qenë edhe terreni i vështirë për të fotografuar, sepse ai ishte shumë e madhe, ai duhet ishte në pozicione të ndryshme, por ja ka arritur qëllimin dhe them që është
ai libër që e kemi sjellë sot, ajo ekspozitë është një vepër arti. Është shumë e vërtet, po është unikale, ka tradit për këtë në botë ajo. Nuk e di, është. Unë kam parasysh Rodeni ndodhet këtu në Michigan. I menduari. I menduari i jep idenë e lëvizjes nëpërmjet pozicionit të skulpturës. Ndërsa kjo është idea e lëvizjes së krijimit, është diçka më tepër. Patjetër, është diçka më tepër sepse ai ka marrë çdo fragment, pra çdo puzzle që ndërtohet ky monument. Dhe i ka përjetësuar, domthonë është mund të them ndër ekspozitat që do ta shohim tani dhe ndër librat më të mirë dhe fotografitë më të mirë që ka bërë Vlasovi. Vlasov Sulaj, autori i kësaj vepre krejtësisht të veçantë që demonstron praktikën e krijimit të një vepre të madhe artistike siç është monumenti i Skënderbeut të ngritur në Tuzë. Ishte ideja juaj për të bërë një pamje të detajuar me një mini dokumentar bardhëzi me fotografi. Fotografia nganjëherë flet më shumë se fjalët, por në këtë mes do të flet më shumë dhe sa video. Atëherë, fotografia në zbërthimin e vet, teknik, do të thotë të shkruash me dritë. Dhe mënyra ime e të folurit është me anë të fotografisë. Ideja ishte shumë e qartë që në momentin që unë u prezantova me projektin e skulptorit Ardian Pepa dhe Dylber Veizi, i kërkova me shumë kënaqësi që të bashkëpunoja. Unë kam punuar rreth 183 ditë, jo rreth, po 183 ditë, njësoj si skulptorët. Pse? Sepse në vepra kaq të mëdha, sidomos me një nga figurat më të mëdha që ne kemi, Gjergj Kastrioti, përgjithsisht njerëzit nuk i kanë dokumentuar. Dhe është ai momenti fantastik që bëhet inaugurimi dhe harrohet. Hiqet ajo lecka dhe pastaj. Por ka historia ka shumë anë të cilat duhet të tregohen, të cilat duhet fotografohen, sepse fotografimi në vetvete këtë funksion ka që dokumenton. Pse bardhëzi? Sepse bardhëzi është ngjyrë. Po. Sepse bardhëzi është kontrast, sepse bardhëzi është vlerë, sepse bardhëzi nuk ka lule. Bardhëzia është gjenezë në fotografi. Por natyrisht kjo tregon edhe lëvizje. Unë në këtu në Michigan kemi skulpturën e menduar ja Rodenit. Në galerinë e arteve të Detroitit. Ajo është një nga domethëniet e skulpturës ku skulptura tregon lëvizje thjesht me anë të një pozicioni të caktuar dhe në këtë rast fotografia juaj tregon lëvizje dhe zhvillim të krejtësisht veprës, them unë. Siç e tha artisti në press room, në libër janë disa teknika, është tekstura, është detaj, është procesi dhe është teknika që unë e dashuroj, që është ekspozim e kohë gjatë, sepse drita është simfonia në imazh dhe drita na jep ne fjalën që në fund themi pamje fotografi. Dhe e kemi trashëgimi nga një nga artistët më të mëdhenj, si John Millin. A keni studiuar John Millin, detajet e tij, artin e tij, mënyrën se si organizonte dritën edhe pa diskutim. Po është një nga fotografët që unë kam më për zemër. Ju jeni marrë dhe jo vetëm me fotografi artistike, pas që kishit dhe me agjensitë e lajme si AP-ja e tjerë. Unë jam fotogazetar me profesion. Jam arsimuar në Akademinë të Arteve dhe kur më thon artist është një term shumë i madh, unë dal nga familja e artistit, por nuk mund të them që jam një artist i mirëfill. Sepse duhet një eksperiencë shumë e gjatë, një kontribut shumë i madh për të qenë artist. Megjithatë ju keni marrë disa çmime. Keni marrë disa çmime edhe në këtë. Po, kam një qëllim të timin që miksoj profesionin me pasionin dhe
gjithmonë profesionin e vë në zhvillim të komunitetit, sidomos të temave sociale. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, dua të falenderoj në emër të gjithë teleshikuesve tanë, në emër të gjithë bashkëdhetarëve për këtë aktivitet kaq të denj, kaq kulturor dhe kaq të veçantë. Ne jemi mësuar të kemi aktivitete kryesisht folklorike, të cilët nxjerrin pa vlerat tona në një aspekt tjetër, por kjo janë vlerat tona të vërteta, të mishëruar tek një hero i tillë kombëtar si që është Kastrioti Skënderbeu. Ju uroj për punën që keni bërë. Mund të më tregoni si kuriozitet si nisi ideja për ta ndihmuar fotografin Vlasov Sulaj në këtë event? Në fakt, ne jemi shumë të privilegjuar që pamë rastin që ta njoftojmë zotëri Vlasov Sulaj, fotografin, artistin e fotografive të cilët janë këtu pra nesh. Ne kemi kontaktuar, e kemi njoftuar mas gjatë punimit e kuestës të Gjergj Kastrioti Skënderbeut që është punuar në TUS nga artist nga skulptorët Ardian Pepa dhe Dylber Neziri. Ai ka shpreh dëshirën që të bëjmë një event të tillë me fotografitë e tij të cilat i ka marrë gjatë gjithë procesit të punës që është ndërtuar e kuestra e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ne kemi ra dakord të ri shoqatat, shoqata Malësia e Madhe New York, shoqata Malësia në Kaliforni dhe Johana Malësis, që ta bëjmë një event ndryshe nga eventet e tjera të zakonshme, jo se eventet tjera nuk e kanë vlerë më të vogël, të gjitha eventet e kanë vlerën e vet dhe janë trashëgimi kulturore pavarësisht, po të gjitha eventet nuk mund të qëndrojnë në një vend. Gjitha eventet e kanë atë vendin e vet, kurse ne kemi dashur që të bëjmë diçka ndryshe në komunitetin tonë, për arsye se sigurisht e dini edhe ju se këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet që fëmijët tanë, komunitetin shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta ngrisin pak më lart, ta ngrisin pak nivelin e bedijes artistike dhe interesimin e komunitetit më lart se sa qëndron për momentin, për arsye se ne dimë se fëmijët tanë marrin pjesë në institucionet më të larta në të gjitha lamit e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj pse jo ne të bëjmë që t'i afrojmë të rinj tanë, fëmijët tanë, pasardhësit tanë që të kyçën të bëhen pjesë e organizimeve të tilla. Për arsye se duhet që këto gjenerata t'i kyçim dhe t'i drejtojmë në vijën aty ku ata e kanë vendin. Dhe fakti që ju keni zgjedhur këtë sallë ose këtë institucion si Universiteti Macombit këtu në Michigan tregon që keni dashur të vlerësoni pikërisht artin e vërtet, besoj. Po kjo këtu Macomb Community College dhe kjo Lorenzo Cultural Center, kjo është galeria e arteve ku bëhen eventet e tilla, përse duhet që secili event i përshtatet edhe vendit, përse nëse nuk ja përshtat vendin të cilin duhet të jetë atëherë eventi do të jetë i zymt dhe i paplotësuar, sikurse a mundesh zogu t'ja presh krahët, a mund të fluturoj, nuk mundet, ashtu se ne synojmë që çdo event të jetë i plotësuar dhe të ketë atë suksesin maksimal që t'i ofrojmë komunitetit ata që ata e meritojnë. Për arsye se ne mundohemi sa komuniteti ynë është jashtëzakonisht i ngritur dhe ata meritojnë jashtëzakonisht shumë, por ne duhet që t'i nxisim që ata të jenë të interesuar që të vinë në këto eventet e tilla që bëhen në komunitetin. Ju vlerësoj për iniciativën, ju vlerësoj për faktin që keni përcjell dhe ngritur vlerat artistike edhe intelektuale të komunitetit shqiptar edhe me këtë event dhe besoj që do të kemi mundësi edhe me eventet tjera të pasqyroni të njëjtin nivel. Në fakt ju nuk jeni i vetmi, unë kam marrë telefonata të ndryshme për një farë mënyrë që t'ju shpjegoj se për çfarë bëhet fjalë. Njerëzit të cilët kanë qenë të interesuar kanë thirrur mbrapa dhe kanë dashur që të shpjegohet se për çfarë eventit bëhet fjalë, çfarë jemi duke bërë në komunitetin ton, por ju keni parë ju vetë se ka qenë diçka ndryshe dhe ka qenë një nxitje që komunitetin tonë të jetë i interesuar dhe të kemi qenë si një fillim i mbar
që këto evente të tjera të bëhen më shpesh, dhe uroj që komuniteti jo vetëm ne si 3 organizatat të cilat kemi organizuar këtë event dhe para disa muajve kemi bërë edhe paktin e unisimit të këtyre 3 organizatave, që bashkëpunojmë të gjithë së bashku, të cilin është unë i falenderoj të gjithë kryetarët dhe bordin e të gjitha shoqatat të cilat bashkëpunojmë me to, por ose është një vepër jashtëzakonisht e mirë, se unë çdo herë mundohem që t'i shpjegoj dhe t'i sqaroj të gjithë bashkëdetarëve se nëse të gjithë qëndrojmë të unisuar, nëse të gjithë qëndrojmë të bashkuar, mund të arrijmë kudo dhe nuk ka barierë që mund të na dalë para. Kurse nëse qëndrojmë, nëse ne tentojmë që të punojmë individualisht, nuk do përdori një shembull dhe përdori shpesh një shembull, po t'ishe edhe Einstein se nuk do shkoje lart.